Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë, e lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshibërsin, të na falë gjunahet dhe gabimet tona. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshibërsin të na falë gjunahet tona. Dhe e lutim Allahun e madhëruar të na ruaj nga të këqijat e vetëveteve tona dhe nga të këqijat e punëve tona, sepse çdo e keqe I vjen njeriu nga dora e tij. Mos qërto askënd kur të vjen një e keqe, po qërto veten tënde, pendohu dhe kërko falje tek Allahu për gjunahin tënd, largohu asaj që Allahu ka ndaluar, pendohu se Allahu e do pendimin, I do të penduesit, I do ata që duan të pastrohen, të pastrojnë zemrën e tyre nga sëmundjet, nga epshet e shfrenuara dhe nga dyshimet, dhe I lumturi është ai I cili shpëtohej nga zjarri I xhehenemit dhe hyri në xhenet. Ata janë të shpëtuarit, thot Allahu I madhëruar: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz", dhe ai I cili shpëtohej nga zjarri I xhehenemit dhe hyri në xhenet. Dhe hyri në xhenet. A ne imagjinojmë ndonjëherë se thot ty është në xhenet? Kur të vendosësh këmbën tënde në xhenet, kur le mbrapa zjarr, kur shumë njerëz kanë hyrë në zjarr, jo shumë njerëz, shumica e njerëzve, ty Allahu të ka caktuar inshallah për të shpëtuar dhe hyre në xhenet. A ka më lumturi për ty? A ka më fitim më të madh? Ne jetojmë në një shoqëri e cila në realitet I jep përparësi fitimit pasurisë, si të fitosh famën, bëhesh I famshëm, si të arrish pushtetin, si të jesh I fortë, ndikues I pushtetshëm. Këto që ne flasim këtu në xhami, shumica e tyre çfarë na thojnë? Çfarë janë këta? Kanë lajthit. Apo jo? Por se ne jemi të bindur në atë që Allahu ka premtuar në Kur'an, dhe atë që ka premtuar I dërguari I Tij, të dërguarit në përgjithësi. Të gjithë librat e hynor që Allahu ka zbrit, të gjithë të dërguarit, libri I fundit që është përmbledhur si çdo libër para Tij, dhe çdo I dërguar, dhe I dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka premtuar se të fituarit janë të cilët besuan në Allahun dhe pasuan profetët. Dhe falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, dhe nuk ka gëzim më të madh për ne që jemi udhëzuar në këtë fe, në Islam. Të nderuar vëllezër, nëse duhet të dini se cili shkaku që më shumë duhet të gëzohet njeriu, është gëzimi që ai ka për udhëzimin në fe, në besim. Alhamdulillah. Sot njerëzit janë strese, janë mërzitje, janë probleme, nankth. I vijnë sprovat nga gjitha anët. I vijnë problematika nga gjitha anët. Ndjen ngushtësi në zemër dhe ai s'e kupton pse I vjen. Ndërsa besimtari muslimani e ka pamjen të qartë, diku po shkon. Diku po shkon. Di pse jeton. Dhe I zgjuari kush është? Te shoqëria I zgjuari kush është? A që ka parë apo jo? Që ka pushtet. Ka toka, ka njohje, ka shoqëri të madhe, ka fis të madh, ka pushtet, nuk e friksohet askujt, se ka njohje, ka pasuri, kurse I zgjuari në konceptin e Islamit ose në atë shikimin që e përcakton Islamin, cili është? Ka ardhur një hadith profetik që e përcakton të zgjuarin. El Kejis, I zgjuari që I cili përgatitet në mënyrë më të mirë për atë që e pret pas vdekjes. Përkujtoni atë që u prish lezetet. Përkujtoni atë që u prish lezetet e juaja. Ato qefet e juaja që janë shkat për të harruar kë. Allahun krijuesi. Ahiretin, përfundimin. Të përjetshme. Më të mirën që është për ju, që është xheneti. Mos I mashtroj dynjaja dhe shejtani I mallkuar. Thot Allahu I madhruar në shumë ajete kuranore. Askush për ne shtu, nga unë I pari, nuk ka të siguruar përfundimin. Kush për ne shtot unë jam në xhenet? E kam shpëtuar nga zjarri I xhehenemit.
E kam siguruar xhenetin. Ka dikush që thotë të fjalë? Askush. Frika duhet të jetë. Shpresa mendimi i mirë për Allahun duhet të jetë. Punojmë, marrim shkaqet e udhëzimit. Punojmë mirë. Zbatojmë atë që Allahu ka urdhëruar dhe largohemi nga ato gjëra që Allahu ka ndaluar. Përpiqim të arrijmë devotshmërinë, e cila është zbatimi i detyrave që Allahu ka caktuar, me argument nga Allahu duke shpresuar shërblimin e tij. Dhe të ndalohemi nga ndalesat që Allahu ka ndaluar, me argument nga ai, duke u friksuar dënimit të tij, që askush nga ne nuk i sigurohet dot. Do vi moment që do vdesim gjithë. Ai moment do harrosh çdo kënd rreth teje, babën, nanën, vllajin, motrën, gruan, fëmijën. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo nefs ta shijoj vdekjen, apo jo? Ka dikush që thotë jo? 100 vjeç të jesh, 200 i mbushë, do vi moment të vdesësh. Të nderuar vëllezër, siç e tha hoxha i nderuar, Hoxh Othmani, që e dua shumë dhe kemi studiuar bashkë, dhe hoxha i nderuar gjithashtu, Allah shërbeve të mira, që më ftoi të kem mundësinë të jem para jush sot, dhe unë gëzohem rreth parë, sinqerisht gëzohem që shikoj juve, ta të ri, që edhe unë në këtë moshë, për moshën e këtyre të rive kam filluar të falem, 16 vjeç, elhamdulillah, udhëzim nga Allahu i madhëruar, ni'me o minna minhu, pra mirësi dhe dhurat nga Allahu i madhëruar. Atë që Allahu udhëzon nuk ka kush ta humb. Dhe atë që Allahu e humbi për shkak punës së tij nuk ka kush ta udhëzoj, ta rikthej. Alhamdulillah. Të nderuar vëllezër, nga ditë më madhështore që lidhet me Ramazanin është një hadith shumë i bukur. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, natën e parë kur del hëna e bukur e Ramazanit, mbyllen dyert e zjarrit. Allahu i madhëruar, Zoti i xhenemit, thot mbylluni. Hapen dyert e xhenetit. Allahu urdhëron që dyert e mëshirës të hapen. Dyert e xhenetit të hapen. Allahu i madhëruar urdhëron sërish të lidhen me zinxhir shejtanët. Allahu i madhëruar urdhëron sërish që një thirrës të thrasi në çdo natë, ja baghi el khair aqbil, o ti i cili dëshiron të mirë në këtë muaj, vazhdo dhe pro sa më shumë të mirë. Ja baghi el sharri aqsir, o ti i cili dhe në këtë muaj për të ardhur keq dëshiron të keqen, ndalu. Ndalu, pendohu tek Allahu i madhëruar. Dhe në çdo natë Allahu i madhëruar, shpërmendi hoxha i nderuar, Allahu ka caktuar që do shpëtojnë në çdo natë të Ramazanit besimtar nga robët e tij. Ata besimtar që agjëruan dhe punuan dhe u falën në netën e Ramazanit, duke besuar në Allahun vetëm një, duke besuar në detyrimin, detyrshmërinë që Allahu ka bërë detyrë pra këtë agjërim, dhe duke llogaritur shpërblimin pamaz që Allahu i madhëruar ka premtuar për agjëruesit. Men sama Ramadanen imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjëroi, të nderuar vëllezër, Ramazanin me dy kushte. Me besim në Allahun e madhëruar, me besim në atë që Allahu ka urdhëruar, dhe duke llogaritur kushti i dytë shpërblimi që Allahu ka premtuar për agjëruesit, do t'i falin gjunahet e kaluara. Kush falet men qama Ramadanen imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet pra taravit, namazën e natës në netët e Ramazanit, duke besuar dhe duke llogaritur shpërblimin, do i falin gjunahet, mundësia e dytë. Dhe kush falet në natën e Kadrit, duke besuar dhe llogaritur shpërblimin, do t'i falin gjunahet e kaluara.
besimtari duhet të di se çdo punë të mirë që ti e vepron, çdo punë të mirë që ti e vepron, një nga qëllimet që ti kërkon dhe do të realizosh nëpërmjet kësaj pune të mirë është falja e gjunaheve. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam falesh natën, namaz natën, lexonte në rekatën e parë surën Bekare, 2 xhuze e pak. Binte ruku? Jo. Lexonte surën Ali Imran, lexonte surën Nisa, gati 5 xhuze në një rekat. Binte ruku dhe zjatja e rukus tot gjante me kë, me qëndrimin këmbë, pra afërsisht. Dhe kështu ishte dhe sejdja e tij, pra afërt në rukë. Dhe kur një herë Aisha radiallahu anha e shikoi profetin sallallahu alaihi wasallam që falesh natën, ai sa i enteshin këmbët nga qëndrimi i gjatë në këmbë, çfarë i tha? Kush e mban mend për ju shtiem dhe të ri? Andima? A vlezër? Dhe një herë? Pse e mundon vetë kur Allahu ti ka falë gjunahet? Lidhja. Falja e namazit me gjunahet. Ç'lidhje ka? Më thot dikush, ne e kuptojmë. Po ju vetë se ju kujtoj lidhjen. Se gjithë ju e dini. Pse falesh kaq shumë kur Allahu ti ka falë gjunahet që ka kaluar? Do të vi. As duhet të jem o Aisha një rob falëndërues. Sa bukur. Lidhja e njeriu me Zotin e tij, lidhja më e fortë, më e bukur, më e sinqertë. I vetmi që zgjenjen është Zoti yt. Gjithmonë zgjenjen. I vetmi i cili nuk të zgjenjen është Zoti yt bujar. Ta mundson të mirën, të jep sukses për të mirën dhe të shpërblen. Të jep afat, pendohesh, pranon pendimin dhe të shpërblen. Allahu është më i mirë, është më bujar. Mos na mashtroj dynjaja dhe shejtani, armiku ynë i hapët. Ne të nderuar vëllezër jemi për një mision shumë të rëndësishëm. Qëllimi dhe amaneti jonë se ka mbajtur qiejt dhe toka. Aq i rëndë është. Nga frika e madhe e refuzuan. Kërkuan Allahut leje, mundësi për t'ia hequr të detyrë. Dhe e mori njeriu dhe njeriu ishte i padrejtë dhe i paditur. Atëherë, punët e mira, namazi, agjërimi, haxhi, një nga qëllimet që ne i veprojmë të punë të mira cila është dëshira dhe arritja e kujt? E faljes dhe gjunaheve. Çohuni o rob të Allahut, hadith tjetër për namazet që falim gjatë kujt? Gjatë ditës. Shuani atë që keni ndezur me punët, gjunahet e juaja, më falni, me gjunahet e juaja. Dhe ka ardhur një hadith tjetër, kur bie besimtari në ruku, gjunahet që ka në shpatulla bie. Dhe kur bie në sejdë po ashtu. Të nderuar vëllezër, nefsi i njeriu, shpirti i tij është krijuar për ta adoruar Allahun. Po u shkëput nefsi i njeriu, shpirti i tij nga përkujtimi i Allahut, qoftë përkujtim që është përkujtim drejt për drejt, duke thënë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Po edhe namazin në vetvete është përkujtimi më i madh që mund bëj besimtari, nga përkujtimet që bën me vepra. Edhe agjërimi është përkujtimi i Allahut, madhërimi i tij. Nëse kjo zemër boshatiset dhe rri neglizhente ndaj përkujtimit të Allahut, ashpërsohet, sëmuret, ngurtësohet dhe vdes. Allahu i madhëruar si mëshirë për njeriu për krijesën e tij, caktoi që gjatë ditës kemi 5 stacione. Ne vim nga lodhja e punës gjatë ditës, non muezini, kush muezini këtu? Abdullah, ka muezin? E për shembull, vjen non muezini ezani, ti kënaqesh. Edhe alhamdulillah erdhi koha namaz. Shkon namaz, merr abdes, fal ju len, kur del nga xhamia del njëri tjetër. Gjithë ndjenjë.
Pra vjen xhami, alhamdulillah që të sosh. Dhe u lirove. Dhe shumë gjunahe me lenë Allah Azza wa Jall, inshallah janë falur. Dhe shpreson shpërblimin e Allahut madhëruar për çdo namaz. Sepse maron namazi i drekës ve namazi i kindis. Një mundësi e dytë për t'u afruar tek Allahu, një mundësi e dytë për t'u falur gjunahet. Sepse njeriu po u largua nga Zoti, i afrohet kush? Shejtani. Po u largua nga Allahu i madhëruar, do t'i vinë gjithë belat. Dhe nuk ka mundësi njeriu ta përballojë dynjan dot pa Zotin e tij. Pa ndihmën e Allahut. Pa mëshirën e Allahut. Kush beson se do ketë mundësi ta përballojë dynjan me forcën dhe dijen e tij, të vetën e ton, se mendon se ka të vetën, s'do ketë mundësi kur. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam lidhe me këtë, pikërisht me këtë që unë po përmend, 5 namazet nga njëra tjetra janë falë gjunahesh. Xumaja në xuman është falë gjunahesh. Ramazani në Ramazan është falë gjunahesh. Haxhi në haxh është falë gjunahesh. Shkaku më i rrezikshëm ose gjëja që e shkatëron njeriu dhe shkak për çdo të keqe janë gjunahet e tij. Dhe çfarë ju vjen juve prej belave, fatkeqësive, dini se ajo vjen nga ajo që keni fituar me duart e juaja, dhe Allahu fal shumë. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Djema do gjemi çik, si thoni? Mirë? Allahu i beqato, fin shumë të mirë. Allahu i madhëruar thot, çfarë ju vjen juve nga fatkeqësitë, nga belat, dijeni si ju vjen nga ajo çfarë që keni punuar me duart e juaja dhe Allahu është fal tepër. Besimtari gjithmonë i friksohet gjunahit të tij. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, shembulli i besimtarit me gjunahin si është? Si njeriu që rri poshtë kujt, një mali, dhe ka frikë që ky mal çfarë? Mos i bjerë i sipër. Shembulli i munafikut, i të prishurit, që Zoti ja di, thot si ai i cili i vjen një mizë tu para dhe të largon, pra nuk i jep shumë rëndësi. Ramazani është një stacion vjetor, një herë në vit. Nga mëshira Allahut Azza wa Jall është që ky muaj është muaji i mëshirës dhe i faljes së gjunaheve. Dhe Allahu i madhëruar, siç e përmendëm, fal çdo natë. Shpëton çdo natë nga zjarri i xhenemit një grup, një pjesë për robët e tij. Dhe ata që me të vërtet e meritojnë faljen, e meritojnë shpëtimin nga zjarri i xhenemit, kush janë? Janë të cilët arritën faljen e gjunaheve. Dhe besimtari nëpërmjet adhurimeve që Allah i madhëruar ka caktuar në Ramazan, që i pari kush është? Adhurimi më i mirë që bëjmë në Ramazan, cili është? Agjërimi. Namazi i taravive, leximi i Kuranit e të tjera, shpreson të arri faljen e gjunaheve. Dhe kujt i falin gjunahet, ai është i shpëtuari. Sepse gjunahet janë shkak për çfarë? Për ato të këqija që i vijnë njeriu qoftë në dynja, qoftë në ahiret. Dhe besimtari duhet të di se Allahu i madhëruar e do pendimin. Ndo që njeriu të kthehet, ç'është tobe, ar-ruju, të kthehesh, pendimi është të kthehesh tek Allahu dhe ti je pishman dhe i penduar për atë që bëre. Dhe i premton Allahu i madhëruar që s'do kthehesh më këtë gjëna që bëre. Dhe i premton Allahu i madhëruar që ti do përmirësohesh. Dhe askush nuk e ka të sigurt dot se do pendohet në atë datë, në atë muaj, në atë vit që ai ka vendosur pendohet, kthehet. Dhe këtë dalim këtë tema e kujt? Awaiqut tauba, pra gjëra që e pengojnë tobën, e pengojnë pendimin.
Do pendohem kur të vi haxh. Do pendohem kur të martohem. Do pendohem kur dal në pension. Do pendohem kur dal pra nga puna, nga kjo punë, se kam frikë shokët që thojnë shoqënia. Do pendohem filan kohë. A ka dikush sigur se do jetoj? Askush. A ka dikush sigur që do arrijë Ramazanin? Askush. A ka dikush sigur që do ta plotësoj Ramazanin? Askush. Prandaj besimtari gjithmonë është frikë dhe shpreson. Dhe e lut Allahun e madhëruar që Allahu t'ia mundsoj çdo punë të mirë. Dhe t'i japi sukses në pendimin e tij. Të nderuar vëllezër, çdo ditë që ne jetojmë dhe kalojmë, çdo sabat që gdhihemi, nëse në ato ditë nuk e shtuar një punë të mirë dhe nuk e kërkuar falje për gabimet e tua, ajo ditë është kundra teje. Ngani me këtë. Çdo sabat që çohesh, nëse nuk e shtuar në sigjillin tënd punë të mira, dhe ti je shpenduar nga gabimet e kaluara ose të momentit që bën, atëherë është kundra teje atë ditë. Nëse nuk përmirësohesh, nuk je falënderues, nuk kërkon falje për gabimet dhe nuk shton, pra, nuk i kryen ato detyra që Allahu ka caktuar për atë ditë, atëherë çfarë vlerë ka? Prandaj dhikri Allahut, adhurimi i tij është jetë. Shembulli i përkujtuesit Allahut dhe atij që nuk e përkujton si është si gjalli me vdekur. Dynja edhe çka në të çfarë është e mallkuar për vetë shkujt. Përkujtimit Allahut, el alim wal mutaallim, dietarit dhe nxënësit. Besimtari duhet di se jeta e tij i është dhënë për një qëllim. Dhe qëllimi kryesor, madhështor është të jemi robë të Allahut. Ta njësojmë Allahun në adhurim. Argument cili është fjala e Allahut madhëruar se muslimani më kë ecën, kë ka dritë, kush e udhëzon muslimanin, kush e drejton, Kurani, fjala e Allahut azza wa xal. Prandaj të nderuar vëllezër, besimtari përpiqet ta jetojë jetën ashtu siç do Allahu, që ka ardhur në Kur'an dhe ka ardhur në shembull profetik. Dhe mos mundohet se duke ndjekur në një shembull tjetër ke dikush tek një shoqëri tjetër televizuese të ndjej ose do arrijë kënaqësi dhe lumturi. Dhe çdo njeri për ne është gabimtar. Dhe gabimtari më kush më i miri? Kush më i miri vëza? Hadith. Ai që pendohet. Nëse me do ishi që s'ka bosh, ç'do bësh Allahu me ne? Ç'do bën këtë? Kush do t'i japë vjetër? Do na shtukte. Do sillte një popull tjetër çfarë? Bën gjunahe. Dhe çfarë? Dhe Allahu i falat. Nefsi jon kërkon falje për dy gjëra të nderuar vëllezër. E para që kur bëjmë gabime, e dyta kur detyra se bëjmë mirë. Shumë vllai jon i dashur ka punishtë fabrik. Për shembull, nuk e njoh, e kam vlla, andam ka vlla. Te e di. Ka i punishtë, ka punëtor. To punëtorët i qorton vllai për herë kur shiton dy rast. Kur bëjnë gabime, dhe kur detyrën që i ka dhënë, sa bëjnë tamam. Allahu i madhëruar ka vendosur gjunahe. Pra ka vendosur ndalesa, më falni. Dhe shkelja e ndalesave quhen gjunahe. Ka vendosur dhe bërjen e adhurimeve, namazi, agjërimi e tjera. Askush prej nesh nuk më thotë që unë e bëra këtë adhurim të lot. E përsos. Nga argumentet që na ndihmon për këtë, dhe dëshmon, është që nuk marrin nga namazi dhe se një dhjetën, një të nëntën, një tetën, një shtatën, një gjashtën, një pestën, deri tek një dytë. Dhe çfarë themi ne mas namazit? Çfarë themi? Alhamdulillah, 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 çfarë themi? Çfarë themi vëlla? Astaghfirullah. Çfarë ka? Pse themi kërkojmë falje mas namaz? Sepse ne ndjejmë gjithmonë veten të mangët para Allahut. Atë sukses që kemi nga Allahu. Ato punë që kemi nga Allahu më dhëruar. Dhe Allahu pranon të mangëtën kur përpiqen nga ai sa është, po duke ndier veten një pëlqej vetë. Po duke ndier veten gjithmonë të mangët para saj. Dhe duke shpresuar që Allahu atë të mangëtën ta mbulojë. Allahu e shtrin dorën e tij ditën për kë? Për atë që bëri gjuna.
dhe e shtrin dorën natën për atë që bëri ditën. Allahu i madhëruar na ka bërë të mangët. Patjetër të bëjmë gabime, jemi të mangët. Por se më i miri kush është? Ai që është i thyer para Zotit gjithmonë. Unë kisha për të folur shumë gjëra të tjera. Të nderuar vëllezër, kujtoni ajetin kuranor që Allahu thotë, dhe o ju të cilët keni besuar, pendoni tek Allahu të gjithë nëse doni të shpëtoni. Ramazani është mundësia e artë për të ndryshuar, për të penduar. Pendohemi para se të vijë një ditë kur s'bën dobi as fëmia, dhe as pasuria, dhe as jë. Përveç nëse i vjen Allahut me zemër të pastër, të sinqert, me besim, të padyshim të ka Allahut bindur dhe larg çdo smundje dhe çdo epshi të shfrenuar. Allahu na fal gjunahet dhe na mundsoft të arrijmë Ramazanin, na ndihmoft në agjërimin e tij, në namazet që duhet falim në këtë muaj, në adhurimet që duhet kryejmë në këtë muaj për leximit të Kuranit dhe të tjera. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.